Kush I ka besuar predikimit ton? Dhe kujt ju shfaq krahu I Zotit? Ai erdhi lart para tij si një degës, si një rënë nga një tokë e thatë. Nuk kishte figurë as bukuri për të tërhequr shikimin ton, as paraqitje që ne ta dëshironim. I përçmuar dhe I hedhur poshtë nga njerëzit, njëri I dhimbje, njohës I vuajtjes, I ngjashëm me dikë para të cilit fshihet faqja, ishte përçmuar. Megjithatë ai mbante si mund dhe kishte marrë përsipër dhimbjen. Por ne e konsideronim të goditur, të rrahur nga Perëndia dhe të përulur. Por ai u të I shpua për shkak të shkeljeve tona, u shtyp për paullësitë tona. Ndëshkimi për të cilin kemi paqen është mbi të, dhe për shkak të burratave të Tij ne jemi shëruar. Ne të gjithë endeshim si dele, secili prej nesh ndiqte rrugën e vet, dhe Zoti bëri që të bjerë mbi të paullësia e ne të gjithëve. I keq trajtuar dhe I përulur nuk e hapi gojen, si një qenç që e çoi në thertore, si një dele e heshtur përpara atyre që I qethin, nuk e hapi gojen. U qua larg nga shtypja dhe nga gjykimi, dhe nga brezi I Tij kush mendoi se ai ishte larguar nga toka e të gjallëve dhe ishte goditur për shkak të shkeljeve të popullit tim. Kishin caktuar ta varrosnin bashkë me të pabesët, por kur vdiq, e vun me të pasurin, sepse nuk kishte kryer asnjë dhunë dhe nuk kishte pasur asnjë mashtrim në gojën e Tij. Por I pëlqeu Zotit ta rrihte dhe ta bënte të vuante. Duke ofruar jetën e Tij si flijim për mëkatin, ai do të shikojë pasardhës. Do të zgjas ditët e Tij dhe vullneti I Zotit do të ketë mbarsi në duart e Tij. Ai do të shikojë frytin e mundimit të shpirtit të Tij dhe të Tij. Me anë të diturisë së Tij, I drejti, shërbëtori im, do të bëj të drejtë shumë veta, sepse do të marrë përsipër paullësi. Prandaj, do t'i jap pjesën e Tij midis të mëdhenjve. Dhe ai do ta ndajë plaçkën me të fuqishmit, sepse e ka përkushtuar jetën e Tij deri në vdekje dhe u përfshi midis keqbërësve. Ai ka mbajtur mëkatin e shumë vetave dhe ka ndërhyrë në favor të shkelësve.